të respektohen pa dallim. Do shkojmë tani me informacione në Shqipëri. Kryeministri britanik Keir Starmer është pritur sot nga presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj, me cilin do të zhvilloj edhe një takim. Kjo është hera parë që një kryeministër britanik viziton Shqipërinë. Vizitën në Shqipëri kryeministri britanik e nisi në portin e Durrësit. Ai pa në terren punën e policisë shqiptare dhe agjentëve të NCA-s, Agjencisë Britanike kundër krimit të organizuar. NCA është duke ndihmuar policinë shqiptare në parandalimin e trafikimit të emigrantëve drejt Anglisë përmes dokumenteve të falsifikuara. Po ashtu edhe për zbulimin e parave të krimit, të cilat tentohen të futen në Shqipëri, të fshehura në furgon mallrash. Kryeministri britanik do të zhvillojë një takim kokë më koke edhe me homologën e tij shqiptar, kryeministrin Edi Rama, me cilin më pas do të mbajë edhe një konferencë të përbashkët për media. Britaniku bashkë me 46 krerë